fakti që dhuna po shkon në nivele shumë të larta dhe ju e keni parë edhe në pjesën e protestave të përmbajtshme, mënyra se si është dhunuar kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës, që u qellua në mënyrë specifike, u targetua, goditjet ndaj deputetëve Nallbati dhe Mziu, ndërsa në protestën e fundit kemi një numër të madh të deputetësh të cilët janë dëmtuar nga sekretari i përgjithshëm, nga nënkryetari i partisë, nga deputeti Balliu, tek Aulon Kalaja dhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike, zoti Piroli, në mënyrë që të ushtrojnë dhunë dhe presion ndaj përfaqësuesve të opozitës, duke ndjellur frikë në radhët e qytetarëve dhe të protestuesve të Partisë Demokratike. Për të treguar që në rast se ne nuk pyesim për deputetët përfaqësuesit e Partisë Demokratike, ne nuk i marrim në konsiderat dhe nuk i konsiderojmë qytetarët e thjeshtë, dhe kjo është një mjet represiv, presioni dhe tregon lidhjen dhe mënyrën se si policia e shtetit është vënë në shërbim të pushtetit aktual dhe mënyrës se si po drejtohet Shqipëria deri në momentin e sotëm. Po, edhe një pyetje në kuptimin më të gjerë politik tani, se nuk duhet ju mbaj shumë. Përtej përplasjeve në protest, duket se ka një tension politik në vend i cili nuk po gjen asnjë mënyrë lehtësimi, domethënë ka tension që nga rruga deri në parlament, ku nuk gjehet më asnjë urë bashkëpunimi mes opozitës dhe mazhorancës atje me fyerje, me provokime edhe në sallën e parlamentit, në shumë raste krejtësisht pa nevojshme edhe nga deputet të vjetër edhe nga deputet të rinj që sapo kanë hyrë atje duket me qëllimin e vetëm për të krijuar tension, ndërkohë që nuk ka nga qeveria, askush nuk vjen më për interpelanca, nuk miratohet asnjë propozim i opozitës, që nga ato më politike deri ka ato më praktiket që nuk përbëjnë në një problem politik, do të thosha pengim ndaj drejtësisë, përpjekje për ndryshuar ligjet aty ku preken pikërisht nga drejtësia antarët mazhorancës, ku çon kjo situatë, se duhet se nuk krijohet dot asnjë spirale normaliteti këtu. Ashtu siç juve e trajtuat në pyetjen tuaj dhe me të drejtë e keni vërejtur, duke qenë edhe gazetar i politikës, por edhe pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë kanë vërejtur që ka një presion dhe humbje të kontrollit nga ana e qeverisë. Të kesh një mazhorancë. Humbje kontrolli, thoni ju kjo. Absolutisht. Të kesh një mazhorancë të tillë, të cilët janë bashkuar Partisë Socialiste. Dhe të mos ruash qetësinë, të përdorësh këtë mënyrë arrogancë dhe prepotence ndaj zhvillimit të seancave gjyqësore, seancave parlamentare, më falni, dhe njëkohësisht edhe në protestat e organizuar nga opozita, tregon që diçka nuk shkon brenda mazhorancës aktuale, edhe për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit, krimit dhe për shfaqjes që Partia Demokratike dhe opozita ka bërë në drejtim të nivelit të korrupsionit, nivelit të krimit, lidhjes me kartelet e drogës, por njëkohësisht edhe me pastrimin e parave, por edhe sinjalet negative që po vinë nga Brukseli në raport me Shqipërinë për shkak të vendimarrjeve të gabuara të Partisë Socialiste dhe të mazhorancës në parlament. Dhe po të shihni hapësirat parlamentare sot në parlament janë bllokuar totalisht dhe çdo nismë që merret nga Partia Demokratike dhe partitë opozitare në interes të qytetarëve rezulton që janë presim edhe një moment të rilidhemi me zotin Gjone. Çështja presim vetëm pak sekonda derisa të rilidhemi me zotin Gjone, ka pasur ndërprerje të lidhjes. Po, zoti Gjoni, po, rilidhemi, po. Dhe po të shihni të gjitha iniciativat të cilat Partia Demokratike ka marrë në shërbim të qytetarëve, që është që nga ulja e çmimit të naftës, heqja e taksave të cilët kanë bërë me naftën, që nga siguria e pallateve, që nga momenti i subvencioneve në bujqësi dhe mënyrës së trajtimit të qytetarëve, dhe të gjitha këto, megjithse ndikojnë në tërësinë e vet të gjithë masa e qytetarëve shqiptar,
rezulton që refuzohen në mënyrë permanente nga ana e mazhorancës aktuale. Por edhe mënyra se si Partia Socialiste po vepron në raport dhe mazhoranca e sotme dhe qeveria aktuale në raport edhe me policinë, sepse sot nuk kemi një polici të depolitizuar, kemi një polici e cila është buron nga krimi dhe rastet janë më së flagrante dhe mënyra se si është përshfaqur policia e shtetit në raport me bandat tani më është e njohur, por nga krau tjetër edhe mënyra se si po veprohet në raport me protestuesit paqësor në rastin konkret, edhe ndaj deputetëve përdorimin e dhunës, tregon që nuk është në qetësinë e vet olimpike që duhet të jetë një opozit me një numër kaq të madh të numrash, edhe për shkak të sinjaleve jo pozitive që vijnë nga faktori ndërkombëtar dhe këto janë të lidhur dhe themelin e tyre e kanë të zgjedhjet e manipuluara të majit të 2025-s.